Në një aktivitet të organizuar në kuadër të projektit Zëri i Shpresës, i përkrahur nga UNFPA dhe Ambasada Britanike, u diskutua për sfidën dhe mekanizmat institucional në trajtimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi mbi shërbimet ekzistuese për gratë viktima të dhunës, si dhe prezantimi i institucioneve që ofrojnë mbështetje dhe mbrojtje për to. Pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen nga afër me procedurat e raportimit dhe ndihmës që ofrohet në raste të tilla. Në panel morën pjesë përfaqësues të institucioneve kyçe, përfshirë prokuroren publike Aleksandra Damjanovska-Nikolovska, përfaqësuese nga Ministria e Punëve të Brendshme Nermine Idrizi, të cilat gjatë diskutimit theksuan rëndësinë e reagimit të shpejtë institucional, procedurave ligjore pas raportimit të rasteve dhe garancive që ofrohen për mbrojtjen e viktimave. Një vëmendje veçantë u kushtua rolit të policisë në ndërhyrjet emergjente dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për sigurimin e mbrojtjes afatgjat. Nasilstvo të ne iskorne to, nasilstvo të treba të počne od negde pomalinoze, Megjithatë, si institucione tani jam më e kënaqur dhe dim si jemi vërtet më të përgatitur dhe veprojmë më mire. Pse kemi prokuror të rimë të cilët kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, ashtu siç kemi bashkëpunim më të mirë edhe me qendrën për punë sociale. Ajo që është më rëndësishmja, kemi strehimore. Më parë kur takoheshim drejt për drejt me viktimen, ajo hezitonte. Nëse denoncoj, ku do të shkoj pas kësaj, sepse kemi viktima që janë ekonomikisht e varur nga dhunuesit dhe nuk kanë mbështetje nga familjet. Lidhur me rastet e fundit të dhunës seksuale ndaj të miturave, mund të them se në bashkëpunim me qendrën kemi punuar në mënyrë të patemë për mbrojtjen e tyre. Për momentin të dyshuarve është caktuar masa e paraburgimit. Tije se merki košto se predvide nivo građanska postapka. Sipas legjislacionit aktual, duke përfshirë kodi penal dhe ligjet specifike për parandalimin e dhunës, viktimat gëzojnë mbrojtje të plotë ligjore përmes mekanizmave ekzistues. Megjithatë, ekziston një perceptim i gabuar në opinionin publik dhe në mediat se institucionet si Ministria e Brendshme, Prokuroria apo Qendra për Punë Sociale nuk i kryejnë detyrat të tyre siç duhet. Fakti mbetet se të gjitha organet kompetente ndërmarrin të gjitha hapat ligjore të mundshme për mbrojtjen e të dëmtuarve, por efektiviteti i tyre varet drejt për drejt nga guximi i viktimës për të denoncuar rastin. Pa një raportim zyrtar, as prokuroria dhe as policia nuk mund të identifikojnë apo ndalojnë dhunën që ndodhen brenda mureve të shtëpisë. Bashkëpunimi viktimes mbetet hallka e domosdoshme që lejon sistemin të vënë në lëvizje rregulloret ligjore dhe të garantojë sigurinë e tyre të plotë. Nga ana tjetër, Azmi Shaqiri nga Qendra për Punë Sociale prezantoi shërbimet kryesore që ofrohen për viktimat, duke përfshirë mbështetjen psikosociale dhe ndjekjen e rasteve, si dhe koordinimin me organet e rendit dhe drejtësisë. Në kompetencat tona, e thash edhe paraprakish, është vendosja në vendit sigurt të viktimave nga dhuna familjare. Ne kemi kapacitet në bashkëpunim me qendrën etika, e cila funksion në mënyrë të shkëlqyeshme, është edhe Sebajeti edhe të tjerë që janë të përfshirë. Këtë e them për t'i motivuar edhe për t'ju thënë viktimave të dhunës familjare që mos friksohen se ne kemi kapacitet si institucione, kemi mundësi që ata t'i vendosim në vend sigurt dhe mos i lejmë përsëri tek familja ose tek bashorti, vllau, kushtjetaj që kryen dhunë familjare kundrejt tyre. Në cilësinë e organizatorit, Blerita Mustafaj Mazlami nga Qendra për të Drejtat e Grave Etika në Gostivar, njëherët edhe psikologe e strehimorës së grave viktima të dhunës në familje, theksoi se dhuna nuk prek vetëm sigurinë fizike, por edhe identitetin dhe mirëqenien psikologjike të viktimave, duke lënë pasoja afatgjata. Ajo nënvizoi gjithashtu nevojën për ndryshim të qasjeve shoqërore, që shpesh fajsojnë viktimat në vend të autorëve të dhunës. Qëllimi i organizatës tonë, Qendrës për të Drejtat e Grave Etika në Gostivar, është vetëdijsimi, sensibilizimi i popullatës, ngritja e vetëdijes mund të themi, që të parandalojmë dhunën. Shohim ne rastet e fundit, të cilët me të vërtet kanë kaluar gjitha vlerat, mund të themi, jashtë çdo vlere njerëzore, dhe për atë arsye shohim të udhës që të merremi me këtë çështje dhe të punohet më shumë në parandalimin e kësaj dukurie. Mund të themi se jemi qendra e parë, e cila ka hapur strehimoren e parë në regionin e Pollogut për gra viktima të dhunës, dhe është viti 3 me radh ku ne strehojmë gratë të cilët përjetojnë dhunë dhe ju dalim në krah atyre që më shumë ju nevojitemi. Çdo ditë jam pranë viktimave dhe të mbijetuarve.
e njoh çmimin e vërtet të dhunës. Do me thënë, ajo merr më shumë se sigurinë fizike, rënon identitetin, shkatron shpresën, sulmon thelbin e personalitetit. Aktiviteti ka marrë mbështetjen edhe të komunës së Gostivarit. Afrodita Mislimi Hamza nga Departamenti për Punë Sociale i komunës së Gostivarit tha se si komunë gjithmonë janë të gatshëm për shkak të mirëqenies së qytetarëve tu dalin në ndihmë viktimave të dhunës në familje, edhe pse si institucion nuk kanë asnjë ingerencë. Komuna e Gostivarit mundohet të ndihmon, sidomos qendrës etika, na si komunë ose gjithë komunat, sipas legjislacionit të shtetit të Maqedonisë së Veriut, nuk kemi shumë kompetenca, nuk tem as pak kompetenca. Në shumë raste, po për shkak mirëqenies qytetarëve qytetit tonë, na jemi gjithmonë gatshëm ndihmojmë. Pjesë e aktivitetit ishte edhe segmenti interaktiv ku pjesëmarrësit patën mundësi të parashtrojnë pyetje dhe të informohen më shumë rreth linjave dhe shërbimeve ku mund të kërkojnë ndihmë. Organizatorët apeluan për angazhim të madh në të gjitha nivelet institucional, politik dhe shoqëror për parandalimin e dhunës dhe zbatimin efektiv të ligjeve në praktik. Në përmbyllje u përcon mesazhi se dhuna nuk duhet të heshtet dhe se gjithmonë ekziston mundësia për të kërkuar ndihmë.